Shtëpia e Bardhë ka planuar zyrtarisht se ka në plan të kontrollojë shitjen e naftës së Venezuelës për një kohë të pacaktuar, ndërsa administrata e presidentit Donald Trump po harton strategji për rikthimin e kompanive amerikane të naftës në këtë vend. Sipas zyrtarëve amerikanë, është ushtrimi i presionit ekonomik për të nxitur ndryshime politike të Venezuelës. Më herët, presidenti Trump deklaroi së hapur se qeveria e përkohshme e Venezuelës do t'i kthente Shteteve të Bashkuara nga 30 deri në 50 milion fuçi nafte me cilësi të lartë. Sipas tij, kjo sasi me vlerë mbi $2 miliard do të merret nga rezervat ekzistuese, do të transportohet me anije dhe do të shkarkohet drejt për drejt në portet amerikane. Trump shkroi në platformën Truth Social se nafta do të shitet me çmim të tregut dhe të ardhurat nga shitja do të administrohen prej tij në dobi të popullit venezuelian dhe atij amerikan. Sekretaria amerikane e energjisë, i cili është ngarkuar me zbatimin e këtij plani, deklaroi se kontrolli mbi çështjen e naftës është një mjet presioni i domosdoshëm. Ne duhet të kemi atë levë dhe atë kontroll mbi këto shitje të naftës për të nxitur ndryshimet që duhet të ndodhin në Venezuelë, u shpreh ai. Ndërkohë, Trump ka sugjeruar që kompanitë amerikane të naftës të nisin aktivitetin në Venezuelë brenda 18 muajsh dhe ka kërcënuar regjimin e përkohshëm me ndërhyrje të mëtejshme, përfshirë edhe opsionin ushtarak në rast mospashpunimi. Shtëpia e Bardhë konfirmoi gjithashtu se presidenti Trump do të zhvillojë të premten një takim me drejtuesit e kompanive amerikane të naftës për të diskutuar mundësitë e investimeve në Venezuelë. Aktualisht, e vetmja kompani shumë kombëshe amerikane e pranishme në vend është Chevron. Ndërkohë, Venezuela zotëron rezervat më të mëdha të naftës së rënd në botë, duke u renditur përpara vendeve si Arabia Saudite, Kanadaja dhe Rusia, një fakt që e bën vendin strategjik në planet energjetike të administratës amerikane.